Elina Ballukun, motrën e Ogrenit, e marrë pandehur nga SPAK për aferën e tunelit të Llogaras, ku flitet se ka patur miliona e miliona euro abuzime, por të gjithë menduan se ky ishte një narracion thjesht i Nedës, thjesht personal, thjesht për treguar emocionet e saj nga ky divorc i kësaj martese, nga ku kanë edhe 3 fëmijë së bashku me Ogrenin. Por çfarë ndodhi? Sot në mëngjes, në fillim në telefonat ton, erdhi dosja, një pjesë e dosjes marrë nga SPAK-u që tregonin bisedan midis Belina Ballukut dhe vartësve të saj në lidhje me tenderin e tunelit të Llogaras, dhe më pas këto dosje nga telefonat ton sigurisht që dolën dhe u publikuan në portale, dhe tani që po flas janë në vëmendjen e gjithë portaleve shqiptare dhe jo vetëm, ku fliten për gjëra të rëndësishme aty. Mos ndoshta strategët e marketingut të gjithë kësaj historie kanë menduar se duke nxjerrë narracionin në Top Channel të Neda Ballukut që konfirmon divorcin e saj, e gjithë vëmendja publike do të ishte pikërisht te divorci, duke qenë se është një lajm showbizi, njihen edhe Ogreni edhe Neda, që shumë që Neda kohë të fundit ka qenë opinioniste në një emision të ndjekur si Big Brother VIP Albania. Ndoshta janë bërë llogarit kështu, ndoshta janë bërë gabim, por fakti është që ngjarjet precipituan shumë shpejt. Ishte 1 ose 2 portale që nxorën lajmin e divorcit dhe portale, le të themi, të një ndjekje jo të niveleve të Balkan Web apo portale të Jeta është qef. Ishin portale, le të themi, paksa në numra të vegjël, por që mori përhapje lajmi më pas. Pra nuk u morën portalet e rëndësishme apo mediat e rëndësishme, por ende pa u mbushur 24 orë nga lajmi që doli nëpër këto portale, menjëherë Neda nxitoi për te goca dhe gra për të thënë po jam ndar. Por ajo që na bën përshtypje është fakti që Neda tha që po jam ndar, ndër të tjera tha jam dhe një grua që sapo kam humbur një dashuri të madhe, por pas pak minutash, aty te goca dhe gra, ajo tregoi se me Ogrenin ka disa vite që marrëdhënien e ka në krizë. Pra, me sa duket janë bërë, ose ka qenë shumë hutuar Neda në këtë histori, ose ka bërë llogarit gabim dhe nuk ka ditur të marrë një qëndrim real, duke treguar se aty ka qenë me një mini skenar, ndoshta, mund ta kemi këtë dyshim brenda vetes tonë. Nga ana tjetër, çfarë ndodhi? Foli për një moment shumë delikat, siç është divorci. Siç është divorci në një familje mes një çifti, edhe nëse kanë patur prej shumë vitesh këtë opsionin e divorcit, ato nuk e kanë bërë, pra kanë qëndruar bashkë. Ndërkohë kanë sjellë në jetë 3 fëmijë. Edhe pse divorci mund të ketë ardhur tani, kur çifti e ka konsumuar marrëdhënien e tyre, sërish divorci mbetet divorc. Por çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që